Përshëndetje miq, shok, shoqe, motra e vëllezër shqiptar. Është një paraqitje e shkurt me shkas në lidhje me aktivitetet tona në rrjetet sociale dhe çfarë servojnë portalet e ndryshme, grupet e ndryshme, faqet e ndryshme. Në fillim ju përshëndes të gjithë juve nga zemra, motra e vëllezër shqiptar, kudo që po merrni frymë në tokën e shtrirë si djepi. Zakonisht dje ka qenë hona e plot. Hona e plot. Hona e re është me 30 vjetor. Unë kum paralemru se Artan grupi duhet burgosit në janar. Në janar. Disa plakush që janë ma pleqë se unë, që janë organizata thundrina islamiste, gostivar dhe të tofë, nuk mund ta keqpërdorin emrin e shqiptarisë, simbolet e shqiptarisë, për krimin apo për kriminalët e tyre. Sa i përket qëndrimit tim personal, por edhe të organizatës sime, ne kemi paralajmëruar një kohë gjatë për krimet që i ka bërë Artan grupi dhe kupolla Artan grupit. Tani mund tham edhe lirisht se flas edhe në emër të organizatës së Imamit Shqiptarëve, ne përshëndesim dhe përkrahim aksionin policor kundër grupeve kriminale. Unë i kohë gjatë ju paralajmëroj se kemi organizata dhe celula të Al-Qaidës, që ato dojnë me shku në xhenet. Ato e përdorin atë për me mbjell frikë të shqiptarët. Unë e flasë për shqiptarët. Me mbjell frikë që pastaj më marr lek, më marr pare, kanë mendu se çashtu mujnë me bë pare. Sukur Artan grupi që ka mendu se si të bëhet zavendës kryeministër, ka me bë pare shumë ka me bë, edhe do të jetë çdo gjë në rregull, Ali Ahmeti është misionar. Misionar do të thonë Ali Ahmeti është misionar, është imam i shqiptarëve, nuk kam pushtet, unë nuk kam postet shtetit me dhënë njerëzve. Pra, unë e du Artan grupin dale para bankave të drejtësisë. Dëshmit janë të shumta, prandaj ju disa mos e merrni në mbrojtje, se ju baj palë me Artan grupin. Tani shumica ju që e ndjekni shkollën e imamit shqiptarëve Tim Shkupit. Ja keni kuptuar në thelb qëllimin pas sortimin. Ajo që ka shumë e rëndësishme, ju me ditë ai thot kështu. Dëgjoni mirë. Ku është dallimi mes imamit, djegësve të imamit, shkollës së imamit dhe këtyre që kanë manipuluar pse janë zorë çorre e trash e shërbimeve slave, ose në një mënyrë tjetër kanë gjetë mënyrën më të gabuar për të përfituar. Edhe është në pyetje tani, kjo feja e shqiptarit o shqiptaria ka fillu me marrë jehon të madhe. Edhe njerëzit janë shliru, kanë fitu një liri shpirtërore, personale. Nuk dojnë me jetu mo me frigën e klerikëve, qoftë fes katolike, fes ortodokse, fes agnostike, fes bektashane, fes islame. Dhe njerëzit ditë më shumë më shkruajnë, bëjnë pyetje kështu me radhë, janë shliru, kanë marrë një liri se e kanë kuptu. Shumica e njerëzve, shumica e shqiptarëve e kanë kuptu se rolin e djallit mallkuar, dreqit e luajnë klerikët, qoftë hoxhallarët, qoftë priftat, qoftë popat, këto e luajnë rolin e dreqit shejtanit. Nëse do me po në formë njerit shejtan shihen i hoq, edhe pamjet i kanë të tilla. I kanë besheret konstruktin fizik e kanë. Për fjalimet më mos flasë. Edhe kjo intelektuali thot kështu thot, ai mendon se feja krishtere
Feja krishtere mendon që feja krishtere është e lindjes mesme. Feja krishtere intelektual, katër kalemsh, ti s'ke ditë shqip me fol. Ti shqipën e ke mësu fol. Ti ke punu për shërbimet slave. Ko ti ki me dal me jabo qefin, ka dalën, po merja hon kjo punë e fejës shqiptare, feja shqiptare dhe shqiptaria. Ti është mirë të thush nuk jam shqiptar, bilem është ma mirë me thonë jam Macedon. Macedon i shtetit Macedonisë, se so me shqit dokra për shqiptari. është shumë e ndeshme dhe e fiton xhenetin me thonë ashtu, do më thonë jam qytetar i shtetit Macedonisë, se so me tentu me rrajnë se rrana nuk shitet, feja krishtere. Dëgjoni mirë, një herë për gjithmonë, ju disa që jeni tutsa frikacaki, jeni ende, feja krishtere nuk është feja lindjes mesme, feja krishtere është feja Evropës, feja krishtere është feja perandorake e Konstantinit, e këni qartë e jo, vetë Konstantini e ka fut. Në më thonë, Jezu Krishti, po, Jezu Krishti, Hazreti Isa, kushtimisht, i biri Marijës, është nga lindja e mesme. Pa dhe vetë Marija nuk është hebreje, është prej Ali Imranit, prej pozitës geografike të Ali Imranit. Tani kush është Ali Imrani në Kuran? Ta janë pyetje që gradualisht ne do t'i tregojmë të ardhmen. Që do të thotë feja krishtere, qoftë e ortodokse, qoftë katolike, qoftë këto të reja që i kanë dalë sektet e tyne janë të Evropës, nuk kanë bëjnë kur gjo me lindjen e mesme, janë fe perandorake janë. Nuk janë fe që i ka shpik Jezu Krishti, pasi që ju e dini të gjithë si Jezu Krishti ka jetu 33 vjetë, si që thonë thojza, dhe thonë e kanë kryqëzu, të gjitha informacionet më të sakta janë në Kuran, unë disa i kumë dhonë, me simbole gjithashtu kumë folë kumë dhonë. Pa, feja krishtere ka, zënë ati 4 kalemshit, që na qanë të tropin këto, se feja krishtere është e Evropës. Në më thonë, dijen, faktet, provat, gjitha e Evropë. Isa, Jezu Krishti është i lindjes mesme, por Jezu Krishti nuk ka ndërtu kisha. Nëse ma gjeni, një fakt, një provë, që Jezu Krishti ka ndërtu kisha, dhe ka themelu krishterim, fe krishtere, dhe pastaj krishterët i ka do në ortodoks, në katolik, pastaj i ka do dhe në sekte tjera, në jezuit, sot jezuitët janë më të fortit në botë që i kontrollojnë gjitha, unë nuk flasë. Po, nuk keni një argument, një fakt, një provë, dikon që Jezu Krishti, si Jezu Krisht, ka ndërtu kisha ose ka themelu fejnë krishtere. Lere fejnë katolike, lere fejnë ortodokse. Pra, feja krishtere në një farforme në Evropë ka ardhë në themelimin e saj në kuadrët perandorisë Bizantine, dhe më thonë, Konstantinit. Ta shtojnë Konstantini ka qenë shqiptarë, shumë e vërtet, kishat e para i kanë ndërtu ata, jo Jezu Krishti njëzi. Pra, kalzoni ati 4 kalemshet mos dole dhe shoja kanë bo lajkece. Mosat janë tufadhensh, janë njerëz emocional, në emocione reagojnë. Pra e kuptum, feja krishtere është feja Evropës, po, Pali e ka shëtit, Pali ka qenë edhe në vendet e Gadishullit, Ilirik, Pali, si par që njët shem Pali. Mirë më nuk mund të thot dikush se para Jezu Krishtit, njerëzit e këtyre vendeve, këtyre trevave, nuk kam pas kontakt me detin mes dhe, me lindjen e mesme, me Egjiptin, me Ali Imranin kusht, me tokën e Kenonit, me Babilonin, me Bagdadin e sot që Iranin e kështu. Janë, dihet kush janë njerëzit e lekës madh. Aleksandri ka qenë nga këto treva. Dhe Aleksandri me këto njerëz u nis dhe ka shku në drejtim. Domethënë para ardhjes së Jezu Krishtit. Pra katërcipërisht ne e vërtetojmë se feja krishtere është fe e evropianëve. Normal ato janë bazuar në mësimet e Palit, në mësimet e jo të Jezu Krishtit. Në mësimet e Palit për ta bërë një fe dhe për ta bërë pjesë perandorisë të Bizantit. Apëse sa e thjesht, kallëzoj ati që Jezu Krishti, kallëzoni bë ati intelektualit, marrë du të mi ardhë, para vdekjes është, me rrejt buri plak. Me donë mi të ajo që është fe islame. Ju betohem në Zotin një.
Ju betohem në Zotin e shqiptarëve. Betohem të Zoti im, të ai që ma ka mundësu me marrë frim dhe me fol para juve. Feja islame nuk është feja Evropës. Nuk është. Feja islame është e Bagdadit. Feja islame kanë themelu Bagdad, regjimi Abbasit. Dhe ka bërë hap, ka bërë shkollat e tyne, ka bërë librat e tyne, e kanë bërë profetin e tyne. Po, kuptot me Muhammed, po Muhammedi i fejës islame nuk është Muhammedi i Kuranit. Kështë si nota me ditët. Muhammedi i Kuranit si ka pas 13 gra. Muhammedi i Kuranit s'ka ndërtu xhamia. Muhammedi i Kuranit s'ka frituru me qilim. E keni qonë dhe jo. E keni Kuranin merne, lexone, këshirne. Tani pse vakan përzi, vakan bo lamsh, është tjetër. Pra, feja islame është e Bagdadit. Pra ndërë një thamë qilë popat e fejës Bagdadit. Se është e Bagdadit, e Aziz. Ma shkurt është e Aziz. Dhe ma shumë kanë dikim Azia qëndrore. Mi po vetë Muhammedi njëtë sikur Jezu Krishti, që s'ka ndërtu kisha, edhe Muhammedi s'ka ndërtu xhamia. Dhe me dalë tash, atë që s'na kanë mashdru neve, ka ndërtu xhamia, e ka ndërtu shpinë e vetë me jetu në qytetin e Jathribit, Medinë, nuk ka ndërtu xhami. Rezidencën e vetë e ka ndërtu e, jo xhami, që qëtojnë xhami. Pra, kjo është paraqitja ime me shkas, dhe kjo që ka pëndohë në Macedoni, shqyqër Zotit, gjitha gjërat që i kumë thonë po dolin vërteta, është fakt se tash një pjesë që janë, tani, kanë ndryshua unë i përshëndes gjitha ata të cilët janë për drejtësi, shqiptarit, jo vetëm shqiptarit, edhe muslimonit, edhe katolikit, edhe ortodoksit, edhe agnostikit, edhe ateistit në Macedoni, i duhet siguria e shtetit, i duhet funksionoj ligjin, një shqiptar, po them shqiptar kushtimisht, një qytetar i shtetit Macedonisë, edhe musliman në koft, edhe turk në koft, edhe tërbesh në koft, ka nevoj për siguri, ka nevoj për ligj, ka nevoj për lek, ka nevoj për pare, ka nevoj për punësim, ka nevoj për avancim, ka nevoj për të prosperu, për të jetu, për të kriju familje, një që shë kërkon Kurani. E nuk ka nevoj me shku me ngu, molla drazhollin, që e mojnë një krahin e mojnë me saq të hekurit duke i friksu njerëzit. Një komunë këtu një ka 60.000 banor, nuk kanë një sallë sportit, nuk kanë një bibliotek, nuk kanë, do thunë jam intelektual, çfarë intelektualit i s'guxon me fol për tyne, nuk guxon me fol për tyne. Kjo është e vërteta. Pra, unë jam për drejtësi për ligj, ashtek që bojnë kompromis me kriminal kur jo. Unë nuk përzina politik, po me shku me prek njerin, me keq përdor shtetin, me keq përdor ligjet, me keq përdor prokurin, gjykatat. Po kjo është merë njeri. Kjo është merë, me shku me bo pazar me Sashëm Jalkovin, kush është baj Sashëm Jalkovin, unë ka njëherë që kum friksua Sashëm Jalkovit, ja unë ka të mu, që kum lind Shkup, jam rrit Shkup, Tërbosht nuk mund është gjeni mënyrë tjetër mu konë indeshëm, jo me kuptu politikën dhe partijën, ti atjet vjedhit ti bajt dam, njerit tem. Kjo është e vërteta e hidhur që duhet me folë për Macedoni. Shqyrë tani e kanë kuptu edhe shqiptarë në Kosovë, edhe shqiptarë në Shqipëri që ka konë Macedoni. Pra, shqiptarë në Macedoni tjeni të sigur 100%. Që nuk kam pas drejtësi për shqiptarë, të konë drejtësia me standarde difishta të rëfishta. Nuk është faji të pala tjetër, faji u konë të politikanë tonë, të horra tonë, ato i kanë mojtë lonë sirtarë. Unë kërku marë në 2014, thëshim mos falë se vinë ta futin kërë 1 kilogram drogë, policia dhe masani ta kozojnë. Ku në peja futin? 1 kilogram. Ta shkrejt ato që i bojnë të punë, kanë me përfundu në skater, në gjehnem, jo në gjehnemin e botës tjetër, sa të se di se këmë po. Këtu kanë me përfundu. Nuk është e ndeshme me prek njerin, lirin dignitetin e ti. A këtu e kanë bo, edhe a i thundrin nga i analisti që ka dalë me shkrujt, status për Artan Grupin, krye kriminelin,
kokën e krimit. Si më nuk i vjen turp, bre. 23 vet, o analist, 23 vet, të janë djek, të janë bosh krum, hi e pluhën, në Tetov, spitalin e moduluar atje në Tetov. Edhe ti ende e merë atë kokë, krye kriminali, në bashkëpunim me Venko Filipsen. Është turp për ditë, nuk dosh me dalë më të po nesër Tetova, qyteti Tetovës. Turp do të më ta. Edhe ti mendon se ke mendimi, s'është mendimi lirë, kur të bëhesh palë me krimin. A dha dikush llogari ato botonit funit. Po ai tjetri zavendës ministri mjekësisë, atë salon janë për te që do të më hap tani. Ç'lidhje ka kjo me përkatësi etnike? S'ka kur të zot bëj me përkatësi etnike. Gjuha, cila gjuhë? Gjuha shqipe, unë e flas shqipen, ti e flet shqipen. Gjuha shqipe bëhet është gjuhë sovrane, gjuhë e këtij shteti. Po ti s'ke desh me bo. Ti e ke bo në pazar gjuhën shqipe. Ti universitetin dhe mësimet tona i ke bo me ngjyrë të Bagdadit. Keni kriju sistem paralel me Bashkin Islami, Islamska Zajednicën, e keni fillu mësimin e fesë, pagonet Bagdadit na për shkolla, dhe e keni dëmtu gjenin e shqiptarëve. Edhe ato pak shqiptarë që janë gërdit dhe i keni përzon për këtë mëshin. Edhe jeni bo pol me krimin edhe mendoni që keni me manipulu ende nëmën të simboleve shqiptare. Nuk mundeni, ne vetëm imi të rrit, ne e dojmë të vërtetën, edhe është mirë ju të BDI-s do të më distancu nga krimi. Ju të BDI-s që keni me të BDI, ju do të me dalë partë më distancu nga krimi. Nga punë të këqia dhe të flishta që keni po. Ju keni prejk edhe ati ku nuk do të me prejk. Pra ndaj kjo është mësim edhe për këto që ka janë tani. Edhe këto që ka janë tani është mësim, do të më konë të kujdeshëm, shteti është kontrate gjithve. Jo me shkuti aty mi po dam kujshijës tanë vlaj tanë. Nuk shkruan kërkon, edhe masëri shkret e hoxha, dan fotografi me hoxhën. Dan fotografi me hoxhën, ata që gishtin qështu. Ta që Allah është një. Si e shqiptare njërë. Së janë këto zjedhe shqiptarisë. Si do të qovë? Unë jam për drejtësi dhe ne jemi për drejtësi dhe drejtësia e prejkë se cilin njeri. Kriminelve për të syrin e neve shqiptarve nuk në banë. Nuk në banë fare. Terrorist ISIS, ku janë imbe shqiptarit për terrorist ISIS dhe i tusin të fukara këtë ka Macedonia. Mi marë pare, mi marë e ketë turpat e turpit më të madhë në historinë e njerëzimit. Ju për shumë des dhe ju dushëm.